Dhe kjo e përkthen shumë mirë atë thënien e mjekëve që e kemi ndëgjuar edhe na shpesh kur thonë kimja dal me kalu këtë sfidë, këtë smundje vetëm beso se në medikamente dhe në mjekun tënd. Kjo është nga ana shkencore. Njëkohësisht edhe feja thotë të njëjtin, beso në Zot dhe lutu në të sepse do kaloj çdo sfidë. Dhe nëse i bëjmë bashkë janë në të njëjtin kuptim të thëna ndryshe. Por që për ta zbërthyer në fakt këtë proces duhet disa orë emision, por që në pikat shkurta janë shtjelluar edhe më vjen shumë mirë që të aspekti ke edhe njohuri të duhura dhe që janë pikat kryesore të cilat shtjellohen dhe paraqesin lidhshmërinë sa është e madhe në mjeksi dhe në religionin tonë. Një patjetër që do të kemi edhe lajme në portal, do të takohemi prapë edhe në ditën e promovimit të librit, sepse është një libër që zgjon kurreshtje dhe jep shumë pikpyetje, ajo dëshira e madhe për me pas. Kështu që unë të përgëzoj për punën që ke bërë dhe për bashkëpunimet që ke pas brenda këtij libri, sepse ka shumë bashkëpunëtorë të cilët në këtë rrugtim të kanë ndihmuar, përveç ekspertizës që e thash unë. Edhe unë falenderoj se sot ndave për herë të parë ekskluziv në familja jonë këtë libër. Çdo herë, edhe çdo herë janë pothuajse librat e para dhe inovacionet më të reja në personalitetin tim në mjeksi, në emisionin Familja Jonë. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë doktor Alel.